Sa pyetja tjetër thotë sa kanë vlerë namazet sunet. Shiqoni, sigurisht ka kanë vlerë namazet farz, po ashtu do thotë kanë vlerë edhe namazet sunet. Se në kohën e fundit po e vrej një sen të xhamati, sidomos do thotë në kohën e xumos, hoxha thotë eselamu aleikum wa rahmatullah, hala pa thonë mirë eselamu aleikum wa rahmatullah, ka ona është majt, veç gjysa e xhamisë është shpras. Kjo do thotë nuk ka një traditë e mirë, e cila do thotë nuk ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se edhe mbasi të soset namazi, do thotë duhet me ul edhe me thonë astaghfirullah, 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 me kërku falje për Allahu xhelal që Allahu më ne pas pranon çat namaz. Pastaj me thonë Allahumma anta selamu wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Do thotë janë të dhikre të cilat e kanë ardhur në hadithe të shnosha edhe të vërteta, të mëdha shumë. E masë pas këtënve, do thot janë dhikre tjera, sikur shka janë do thot fjala subhanallah, sikur shka janë fjala elhamdulillah, sikur shka janë fjala Allahu akbar, po pastaj sikur shka janë fjala la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Të gjitha këto janë për shembull dhikre, të cilat do thot duhet me u bën do thot pas namazit. E tash dikush mund të thonë, po unë i fali sunet të shtëpia. Nuk ka më rëndësi ku kemi falë ti sunet, apo tonë, a kemi falë për shembull në xhami, a kemi falë në shtëpi. Po janë gjëra të cilat do thotë duhesh me i bëmi një herë mas namazit. Edhe nëse ti falesh për shembull në shtëpi. Por ne duhet me pas një sen qartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thënë? 2 recate sunet sabahit. Shiqani 2 recate sunet sabahit. Nëse më të lehta se sunet e sabahit, nuk ka asnjë namaz tjetër. Thjesht 2 recate. Parë në reqate e kënë elhamdulillah edhe një sure, edhe në dytit në reqate elhamdulillah edhe një sure. Që qënë? Elhamdulillah dhe thotë të gjithë e din. Dhe thotë fëmi pi 4 vjetë kur t'i bojnë dhe thotë, ma veç e kanë mësu elhamdulillah. Po edhe një sure dhe thotë, pi 4 vjetë dhe thotë e din. Dhe thotë edhe fëmija me i vogël, në mesin e muslimanëve, mundet me i falë dhe thotë këtë 2 reqate. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 2 reqate sunet sabahit janë më të mira se dunjaja edhe çka ka ta. Krejt që këtë dunjo, për të cilën do thotë na mundohemi edhe vrapojna dhe angazhohemi për me përfitu diçka prej tina, prej saj. Jo krejt, po diçka prej sajna, 2 recate sunet sabahit, do thotë më të mira se dunjoja dhe çka ka ta. E mos folmi do thotë pastaj për sunet e drekës, e tikindisë, e takshamit, e tjacisë, sunet e tjera të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka falë. Ashtu që kemi hadithe të shumta të cilat do thotë folin për vlerën e namazit, çka është sunet, po për fat keq mos leximi e ban që na të gjona mi gjujt mas shpinës, e masa ne vjen dikush e thotë, po sunet ma është, si ta falç ki sevap, si mos ta falç nuk i gjuna. Nuk është në pyetje më sevapi edhe gjunohi, po është në pyetje dashnia ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye ka ardhur në hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çai i cili i fal sunet do ta meriton shefatin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam kur dalin përpara madhnisë tina. E secili prej neve atë ditë do të ketë nevojë për shefatin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. E nëse ti nuk je angazhuar, nuk e fal sunet, atëre çish do të dalësh përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nesër më thon, kam nevojë për shefatin tan. Do thotë edhe shefati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çish më thon, ju lejohet dikujt i cili është angazhuar. E një prej angazhimeve çka është falja e sunetve, të cilat i ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kemi do thot hadithin e Aishës radhiyallahu anha, e cila fal se çaj njeri i cili fal 12 recate sunet brenda ditës, mes tina dhe xhenetin është veç vdekja. Çat moment çka vdekja është drejtë në xhenet. Shishani do thot çfarë vlerë të madhe ka do thot me i falën sunet, Për ata që do thot kjo nuk është një çështje e lojës, apo sikur e kanë kuptuar disa të rritë me që si ti falna, mirë si mos ti falna kur jo kërkujna, jo, po duhet me qenë të përpikt, do thot me i fal sunet. Se çai i cili është i përpikt me i fal sunet, farzin e fal hala ma lehtë. Se thjesht do thot sunet janë një namaz para përgatitje për atë namazin kryesor. Do thot suneti është një namaz para përgatitje për me falën farzin. Si zakonisht për shembull njeriu kur don me punu një sen, e ban një provë. E masë kur e ban provën, e hajde shtaj prova generale. Si shembull për marra, ashtu që
ti para kujna po do me dal, para mallnis, sa Allahu dhul xhelal. E kur e fal njerë sunetin, e ke bën njerë një provë, të cilën do thotë ne kam mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të dalsh përpara Allahut farzin, atëherë mo e ban hala më mirë se sa çka e ke bën do thotë sunetin. Inshallah Allahu dhul xhelal na vedison, do thotë si besimtar që me I kuptue gjonat tamam që ka kuptuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi do thotë as fal çaq shumë sa që do thotë ju kanë ajë edhe kont. Jo farz, po namaz natë. Namaz natë do thotë ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çaq shumë sa që ju kanë falën, ju kanë ajë edhe kont e ka vetë një herë Aisha radiallahu anha I ka thonë, "Oj dashmi Zoti, pa nuk ti ka fal ti Allahu dhul xhelal mëkatet?" Se zakonisht na mendojna që falmi pse më ne fal Allahu gjunohet. Ja, nuk është kjo esenca, vërtet. Po esenca çka është? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Afa la akunu abdan shakura." A mos jam unë një rob falënderuesa? Do thot namazi për çka bën? Për me falënderu Allahun dhul xhelal. Jo për me na fal gjunohet. Spedia jam I qartë apo jo. Do thot puna e namazit, do thot duhet me qenë një mjet me të cilin do thot ti afrohesh te Allahu dhul xhelal. E pastaj Allahu I din punët e veta. E nuk është njësoj sikur një rob I cili bjen në sejdë Allahu dhul xhelal me farze, me sunete, me nafile dhe me namazet tjera, edhe sikur çaj I cili vetëm se një herë I bjen veç farzet I kryen edhe obitis puna e tij. Allah shpërbleft